Me kryetranerin e vllaznisë në atletik Albert Marashi. Profesor, përpara nisjes në kampionat në Elbasan premtuat për titullin e 18 radhës e kampion, si dhe të 30-ën në historinë atletikës shqiptare. Tashmë gjithçka është bërë realitet. I kënaqur, i gëzuar. Po tjetër, të falenderoj për intervistën. Pikë parit duhet ta fillojmë me një përgëzim për gjithë sportistët, për angazhimin e tyre, për rezultatet e dhëna dhe gjithashtu edhe një përgëzim jashtëzakonshëm për kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj. Një vëmendje të veçantë dhe një falënderim të veçantë shkon për Bashkinë Shkodër për mbështetjen që i ka dhënë sportit atletikës në vazhdimsi, gjithashtu edhe zyra e sportit pranë bashkisë. Njëkohësisht edhe një falënderim edhe për Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin e dhënë për atletikën e vllaznin, për atlet, për trajnerët. Do thosha që kjo është një sukses historik, 30 tituj në historinë e atletikës shkodrane, me shumë emra, me shumë vlera, si sportist dhe trajner, me shumë arritje kombëtare dhe ndërkombëtare. Fanela e vllaznisë është një fanelë e rëndë që duhet trajtohet me kujdes dhe ja kemi arrit më së mirit duke sjell rezultate të larta dhe suksese të njëpasnjëshme. Një arritje do thosha që është fal punës se është zakonshme që bëhet çdo ditë në stadionin Loro Boriçi, duke filluar që me moshet e vogla dhe deri me të rritur. Duhet theksoj këtu që në këtë aktivitet kanë bërë performancë shumë të mirë atletët Dorian Idrizaj në garën 180 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa. Franco Burraj, i mirënjohi, tashma i konfirmuaj me rezultate të jashtëzakonshme në arenën kombëtare, në rekordet kombëtare, triumfoi në garën e 200 dhe 400 metrave. Muhamet Çengeli gjithashtu me një rezultat impresionues në 71 metra, ka bërë një performancë shumë të mirë, çka është një sportist që premton shumë vëllai për rezultate dhe medalje në arenën kombëtare. Gjithashtu Kolindo Kiri në kërcim 3 hapsh, ka bërë një performancë të mirë. Në garën 100 metrave Endi Rako i konfirmu si sprintiri më i mirë i vitit. Pa lanë këtu me njanë të gjithë sportistët të tjerë që kontribuan për këtë aktivitet, si Leandër Çodaku në 100-200 metra, Iger Saxhia në 100-200 metra, Ernis Jasini 100-200, Dejan Balla në 400-200 metra. Të gjithë ato sportistë, unë duhet i falenderoj dhe i përgëzoj për arritjet dhe kontributin që kanë dhënë për shpalljen e titullit kampion të 30 në historinë atletikës shkodrane. Profesor Marashi, ky titull e këtij sezoni i përkon me një rekord kombëtar. Keni thyer rekordin e klubit Partizani që e mbante me 29 titull kampion. Tashmë 30 për vllaznin dhe ju jeni i vetmi klub që keni arritur këtë shifër. E vërtet, Gaci, për sa i përket titujve të arritur për meshkuj, flasim këtu. Kjo është një rekord historik që mbaj nga Partizani me 29 tituj. Dihet ma që Partizanin këtu e 30 vite më përpara ka qenë dominues në atletikën shqiptare dhe ne kemi bërë mujtën që të them një rekord të vendosur nga Partizani, por fal punës, përkushtimit dhe vazhdimësisë që kemi pas. Duhet të theksoj këtu që nga këto 30 tituj, 18 janë rradhës, është një sukses jashtëzakonshëm dhe një rekord në vete që asnjë ekip si për meshkuj dhe për femër nuk ka arritur të fitojë 18 tituj rradhës. Kështu që pra po themi janë dy rekorde njëkohësisht. Edhe rradhazi edhe në historinë e atletikës shqiptare. Thash edhe një herë, kjo është fal punës, angazhimit dhe seriozitetit që bëhet çdo ditë në stadionin Loro Boriçi. Duhet përmend këtu edhe ekipin e vajzave që jemi në ngritje dhe besoj që shumë shpejt do të jemi konkurrues, pse jo edhe kampion edhe me vajzat. Këtu një performancë shumë të mirë ka bërë edhe Risa Rasa, duke shpallur kampione kombëtare në kërcim së gjati dhe duke zënë vendin e dytë në kërcim të hapsh. Duhet të kemi në vëmendje të shtuar në riorganizim edhe për ekipin e vajzave që të kthehet në vendin që i takon në arenën kombëtare. Të rikthejmë edhe një herë lavdinë e dikushme si në vitet 60-70. Profesor, ky kampionat ishte edhe një test dhe vlerësim për përcaktimin e elementit të ekipit kombëtar që do të jetë shumë shpejt në një garë të rëndësishme ndërkombëtare. Ku dhe kush zgjidhohet dhe kush do të jetë pjesëmarrës nga vllaznia?
Atëherë, aktiviteti rrallës dihet që është kampionati ballkanik dhe kampionati kombëtar shërben si seleksionim për atletët që do të përfaqësojnë Shqipërinë në kampionatin ballkanik që zhvillohet në Volos në datë 20 dhe 21 qershor. Atletët kryesorë që do të marrin pjesë janë Franco Burraj në 200 dhe 400 metra, Muhamet Çengeli në kërcim zgjatit, Kolindo Kini në tërhapsh, Leandro Çardaku dhe Edi Rakaj në 100 metra dhe sportistë të tjerë që do të konfirmohen pastaj. Shpresojmë shumë dhe besojmë shumë që Franco Burraj do të arrijë një rekord si në 400 dhe në 200 metra në kampionatet ballkanik. Edhe pse jo të marrin medalje e artë që është shumë pranë arritjes së këtij objektivi. Profesor Marashi, edhe një herë urime për suksesin më të fundit, titulli 30 kampion, një rekord me vete në Shqipëri dhe sukses. Faleminderit juve për gatishmërinë, për përcjelljen e informacionit sportiv në qytetin e Shkodrës. Jeni të vlerësuar për këtë angazhim që bani vazhdimisht në pasqyrimin e rezultateve sportive. Faleminderit.